Kur flitet për Sali Berishën dhe ndikimin e tij në Partinë Demokratike, vështirë të mos përmenden ata që i qëndrojnë besnik prej më shumë se 20 vitesh. Janë të njëjtët emra që kanë qenë aty në ditët e qeverisjes, në kohët e opozitës, në protestat dhe në hallet e doktorit. Kjo listë përfshin Xhelal Mziun, Oert Bylykbashin, Gen Strazimirin, Tritan Shehun, Bart Spahin, Flamur Nokën, Albana Vokshin, Josefina Topallin, Fatmir Mediun, Edi Palokën, Eno Bozdon apo Bujar Leskajn. Të gjithë kanë mbajtur poste dhe ofiqe, kush kryetar bashkie, kush ministër, kush kryetar kuvendi, kush kryetari i KLSH-s. Disa të tjerë kanë gjithë jetën deputet dhe nuk din të bëjnë asnjë punë. Të gjithë këta janë bashkëudhëtar të vjetër të Berishës dhe përfaqësojnë atë që quhet kasta e vjetër e PD-s, një grup që ndonse koha ka rrjedhur, vijon të mbijetojë politikisht pa reflektim dhe pa ndryshim. Disa prej tyre janë akuzuar për abuzime, për kontribute në dështimet e së djathtës e megjithatë vazhdojnë të jenë të parët në listat e partisë. Njollat e së kaluarës nuk kanë dalur rikthimet e tyre. Ironikisht, ndërrimi i gjeneratave në Shqipëri nuk ka ndodhur brenda Partisë Demokratike, aty ku çdo forcë normale politike do të kishte ushqyer rinin. PD vijon të shoh nga e njëjta kupol. Njerëzit janë lodhur nga figurat që sillen vërdall politikës vetëm për interesa personale dhe për të mbrojtur liderin historik, jo për të ndërtuar alternativa. Nëse PD nuk pastron veten nga ky rreth, nëse nuk guxon të çlirohet nga trashëgimia e kompromentuar së shkuarës, atëherë kthimi në pushtet do të mbetet një ëndër që zhduket sa herë hapen kutitë e votimit. Shqipëria e vitit 2025 nuk mund të drejtohet me mendsinë e 2005-s dhe PD-ja duhet të zgjedh, ose rinovohet realisht, ose mbetet një parti nostalgjie dhe dështimi. 12 komitët e Berishës, Xhelal Mziu, pjesë e PD që në 91-shin, 4 mandate kryetar bashkie në Kamuz, tani 2 mandate deputet. Oert Bylykbashi, drejtor kabineti i Berishës në kryeministri, nga viti 2013 deputet. Gen Strazimiri, në 98-ën u bë kryetar i FRPD-s, nga viti 2002 deri 2005 këshilltar i Berishës, nga viti 2005 deri 2009 sekretar i PD-s, në maj 2007 zëvendës ministër i brendshëm, në 2009 u bë deputet. Tritan Shehu ka patur postin e ministrit të shëndetësisë së Shqipërisë gjatë periudhës 92-96, zëvendës kryeministër dhe ministri i punëve të jashtme të Shqipërisë gjatë periudhës 11 korrik 96-12 prill 97, më pas gjithë jetën deputet. Eno Bozdo, në vitet 2005 deri 2013 ka mbajtur detyrën e zëvendës ministrit të ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës. Në vitet 2013 deri 2015 ka mbajtur pozicionin e zëvendës kryetarit të Bashkisë Tiranë. Bart Spahia, në vitin 2006 ka shërbyer si drejtor i përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë. Më pas u bë deputet, kryetar bashkie në Shkodër dhe tani sërish deputet. Flamur Noka, sekretar organizativ i Partisë Demokratike të Shqipërisë në vitet 2009-2013. Në vitin 2012 emërohet ministër i brendshëm. Prej vitit 2009 deputet. Albana Vokshi, prej vitit 2009 deputete, ka mbajtur gjatë gjithë kësaj kohe drejtimin e forumit të gruas në PD. Nuk ka patur ofiqe të tjera, por ndër njerëzit më besnik të Berishës. Josefina Topalli, nga viti 2005 deri në 2013 kryetare kuvendi, nga viti 96 deri në 2017 deputete. Fatmir Mediu, ministër i mbrojtjes në vitin 2005, më pas ministër i mjedisit, ka gjithë jetën deputet. Hiqet si aleat, por është ndër më besnikët e doktorit. Edi Paloka ka 24 vite deputet që nga viti 2001. Bujar Leskaj, ministri i turizmit dhe kulturës, deputet, kryetari i KLSH-s, tani sërish deputet.